Kam ardhur në një nga fshatrat më të bukur të Shqipërisë në Tragjas. Këtu ka lindur Joana Sita, personazhi i Meet the Founder, edhe ne do ta nisim këtë dokumentar, këtë seri pikërisht me jetën e saj këtu. Si a dole ti që në botën e madhe, në Gjermani, në një nga fuqitë më dhaja të botës, ekonomike dhe sociale, t'ja dalësh dhe pastaj të mendosh vërtet si një global citizen, si një qytetare globale dhe të kesh bizneset e tua të shpërndara në gjithë botën. Biznesin tim të parë kam hapur 28 vjeç në Gjermani, ishte një vend i panjohur, nuk është e thjeshtë të bësh biznes atje. You should change your name to laughter. You bring joy to every room. Unë kam rënë dashuri shumë shpejt me Joanën. Asaj nuk i besoj, po që ishte e vërtet. Skuadra e Meet the Founder i përshëndet nga Düsseldorf. I kemi udhëtuar në orët e para të mëngjesit në këtë qytet për të takuar shqiptaren e suksesshme Joana Sita, e cila është themeluese e Remani GmbH, që është një nga kompanitë lider dhe pika e referimit për shumë shqiptarë të cilët duan të vinë drejt Gjermanisë për të punuar. Sa e lumtur jam që skuadra e Meet the Founder ka ardhur në Gjermani, në Düsseldorf, aty ku kam bazën, sepse zemrën e kam në Shqipëri. Çfarë më dërgove në Instagram një shprehje të bukur, ta shikojmë pak? She's so lucky, Viz, no, she worked for it. Nuk është me fat, ajo punoi për të. Po e bëj post. Through every storm and every mile. Kemi ardhur në Real Recruitment Albania, këtu në zemër të bllokut në kryeqytet në Tiranë. Unë çdo ditë edhe sot, sepse ka ngaluar gati një vit e gjysmë nga ky podcast, mua të vetmit njerëz që më njohin në publik më njohin prej podcastit, se nuk kisha bërë asnjë dalje publike më parë. Tani do bësh pin Meet the Founderin këtu. Tani do bëjmë Meet the Founder. Kam ardhur në një nga fshatrat më të bukur të Shqipërisë në Tragjas. Këtu ka lindur Joana Sita, personazhi i Meet the Founder, edhe ne do ta nisim këtë dokumentar, këtë seri pikërisht me jetën e saj këtu, ku nisën ëndrat, ku ishte fëmijëria, ku ishin prindrit dhe familja që ajo i la për të shkuar pastaj në Gjermani dhe për të nisur nga zero biznesin e saj të suksesshëm me vizion ndërkombëtar. Jam këtu në shtëpinë e fëmijërisë, ku ndodhet babai i saj Rexhepi, i cili për herë të parë do më japi intervistën e jetës së tij. Rexhep, jam shumë e lumtur që të takoj. Shikoj, di që ti s'ke dhënë asnjëherë intervista në jetën tënde dhe do ta kesh pak të vështirë që të flasësh tani, po unë do ta bëj shumë të lehtë, do përpiqem. Do më thuash pak si ka qenë fëmijëria e Joanës, se ne duam ta njohim. Joana ka qenë një vajzë e qetë, pa fjalë, ka qenë një vajzë që ka qenë me rezultate të mira në shkollë, por Joana me fuqinë e saj ka qarë në jetë, dhe është bërë dikush. Mirë se ju gjeta këtu në Tragjasin e mrekullueshëm. Joana, si je? E mban mend ti ditën kur i the babit mirëpafshim dhe u largove këtu nga kjo shtëpi drejt Gjermanisë? Po, ka qenë moment shumë prekës, edhe për familjen që kishin merak për mua, por nga ana tjetër edhe për mua që kisha merak për familjen. Babi, kaq ishin bashkë? Këtu ndan rrugët tona. Të pret një takim i rëndësishëm në Vlorë, më the. Në krye detyrës, babi në krye detyrës, ti je shumë krenar për Joanën, ne do vazhdojmë punën tonë. Mirëpafshim. Na ka bërë gjë të mirë mami për trek. Po, na ka bërë një byrek enkas për ty, se mami kështu i pret, se duke qenë se unë i them byreku me spinaq është i preferuari im, mami kujton se është i preferuari të gjithëve. Dhe kur do ta respektoj një njeri, bën një byrek me petë të bëra vet, edhe kështu po të pret. Domethënë e kemi vënë në punë mami sot, ë? Jo, me shumë kënaqësi. Merita, të kemi ardhur nga Tirana të takojmë. O, Merita, sa e bukur që qenë këmë Merita, ti qenë këta mëmë si thot goca jote. Si bombona. Mirë se të gjetë, mirë je? Mirë. Të ka ardhur njëherë në një kamerë këtu në shtëpi apo? Jo. Era parë. Më thanë që ke bërë byrek të mirë për neve. Po. Ja do ta provojmë tani, do të japim. Do pëlqej apo jo? Do të japim pikët, po Joana se ke mësuar si bëhet byreku? Po, gatuan ajo me të gjitha. Me spinaq është ky byrek apo jo? Kemi byrek me spinaq. Merita e mora një themër unë.
Duhet mirë. Çfarë herë zashi ke hedhur Merita, e ke qartë? Po, Majdanos. Nuk di sa mirë është. Aja zë më ndërsi, po. Do ta marr me vete unë të ha këtë. Mundet? Me gjithë Për ty e ka bërë. Në marr me vete Sarada e se ka shumë. bërë për ty, nuk e ka bërë për E mua. ka qartë. Hajde, mami, hajde. Kërë zemra, mami. Kaj, 1, 2, Gëzuar! Ai ka bën gëzuar bukur. Opa! Kaj? Kur themi zyrë me pamje nga deti, këtë kemi parasysh, ë? Në fakt, jap shumë produktivitet kur punoj këtu, sepse jam shumë e qetë, pamja më relakson që në mëngjes, prandaj më ka rezultuar shumë me suksesshme qëndrimi këtu nga të gjitha anët. E para është që gjithë jugu ka nevojë për staf dhe unë shkoj i takoj personalisht. Kam bërë këtë zgjedhje që të gjendem afër rezorteve të jugut, pasi ata janë klientët e mi tashmë, shumica prej tyre, nga ata më luksozët. Këta komshinj këtu në komunitet besoj të kërkojnë të gjithë ndihmë për të marrë shërbimin e aziatikëve që t'i kenë këtu për punët e shtëpisë, për pastrimin, për babysitting, për rritjen e fëmijëve apo jo? Po, është e vërtet. Në fakt, sapo dalim me Filipinasen ton të çunit dadon ton, të gjithë më pyesin ku e ke marrë se kam nevojë edhe unë. Edhe menjëherë i them që kam agjensinë time. Po mirë, nuk ka forcë pune në Shqipëri? Domethënë në këto shërbime Me sa që më tregojnë gjithë klientët e mi, për shembull këtu ku ne jetojmë, është target grupi që ose ka një biznes ose ka nevojë për një ndihmëse, pra janë mbi mesatare të tjetuarit dhe sigurisht shërli nevoja që të kenë një ndihmëse në shtëpi. Dhe tjetra është që filipinezët janë live-in, 24 orë me ty, kështu që Po, ato jetojnë në ambientin e familjes edhe kanë akomodimin dhe ushqimin të përfshirë nga ne. cili është koncepti i live-in? Domethënë kur ata jetojnë 24 orë në shtëpi dhe punës që kanë në kontratë, sa orë në dispozicion duhet jenë, apo duke qenë live-in në shtëpi ata janë gjithmonë në dispozicion? Domethënë pjesa e çlodhjes së tyre njerëzore, kur ndodh? Se ata janë njerëz që kanë të drejtë që të çlodhen. Sigurisht. Ata e kanë në kontratë 10 orë në ditë për 6 ditë të javës. Mirë, po duke qenë se janë popull shumë i gjendshëm, do thoja unë, gjithmonë nuk është se ti numërojnë orët fiks që shkoj ora dhe do shkoj tek dhoma ime. Live-in ka shumë të mira për ne, sepse ato janë shumë të gjendshme nëse shikojnë që fëmia ka nevojë ose nëse ti ke dëshirë të dalësh në darkë, të hash një darkë me bashkëshortin, ajo gjithmonë aty të ndihmoj. Edhe këto janë të mira dhe benefitet që ka live-in. Domethënë Real Recruitment Agency është pika e referimit nëse duam që të kemi një zgjidhje definitive për njerëzit që na shërbejnë në sektorin e shërbimeve, në hoteleri, në spa, në nga Azia i sjellim drejt në Shqipëri, kam sjell nga Maldivet drejt në Shqipëri, bartender më radh, kemi sjell nga Jordania shefet e kuzhinës, në çdo udhëtim timin tani edhe nëse është për shef, është kthyer në punë, edhe mundohem të marr më të mirën e çdo vendi që shkoj, të sjell ajkën këtu në Shqipëri, sepse Shqipëria vërtet ofron nivel shumë të lartë hotelerie, spaje dhe restorante. Jam me Dorin me partnerin e Joanës. Ju pash kështu bukur këtu në këtë sensin romantik të këtij vendi të mrekullueshëm. Ju kam parë disa video që postoni. Si është ta kesh edhe partneren jetë dhe partneren punë Joanën? Kush është shefi më shumë nga ju të dy? Joana ka pjesën më të madhe të dy kompanijeve. Unë mundohem që ta suportoj sa më shumë. Si ta mori zemrën Joana aty? Joana është një vajzë shumë e veçantë, është speciale. Ka një zemër shumë të madhe, është shumë empatike si njeri.
ndihmon shumë njerëz. Më ka bërë shumë përshtypje në fillimet tona që ishe shumë vajzë thjesht, edhe ishe një vajzë që ne u kuptuam shumë me njëri tjetrin që në fillimet tona që kur takuam, edhe më thënë drejtën unë kam rëndashuri shumë shpejt me Gjoanën. Asaj nuk i besoj, po që ishte e vërtetë. Tani të pëlqen më shumë ajo jeta atje në Düsseldorf dhe puna në zyrën e Düsseldorfit, apo të pëlqen më shumë këtu me pamje nga deti? Të dyja kanë bukurinë e vet. Këtu në Shqipëri ne shijojmë më shumë jetën, sepse koha është e mirë, ushqimi është i mirë, kemi njerëzit tanë të zemrës si kemi këtu në Shqipëri. Me djalin shpenzojmë shumë kohë kudo që udhtojmë. Por Gjermania ka një diçka që përveç punës që ne kemi atje, na mbledh edhe shumë shpejt në shtëpi. Pra jemi më familjar në Gjermani sepse ashtu është dhe jetesa atje. Përpara se të marr avionin pas pak ditësh dhe të vinë në Düsseldorf, do t'i pyetja sa pyetje Gjoanës, kështu që po të bëj pyetjen e fundit. Nëse ka diçka që s'ja ke thënë asnjëherë, edhe do t'ja thoje sot esenciale, çfarë do të ishte? Edhe cila do të ishte kënga që do t'i dedikoje tani për shembull, që nëpërmjet muzikës dhe tekstit t'ja thoje gjithë gjërat e tua. Nëse do kishte diçka që do ja thoja, që do ja shpreha me një këngë, do ishte kënga e Ylli Limanit Pa ty. Teksti me pak fjalë thotë që tani që të gjet aty mos më lësho më, sepse pa ty se të do të. You should change your name to laughter. You bring joy to every room. All the voices vanish after hearing such a lovely tune. In a world that's so imperfect, every word you say is music. You should change your name to beautiful. You should change. Atmosfera perfekte këtu, ë? Perëndimi një herë i preferuari im është këtu, është magjike. Më ka bërë përshtypje mua që ti e ke gjetur një balancë shumë të bukur midis vrapit edhe vrullit për të rritur dhe suksesit dhe jetës personale. Në fakt nuk ka ardhur rastësisht, jam munduar ta gjej balancën edhe jam munduar shumë që të balancoja punët edhe të bëja atë lloj pune që t'isha edhe pranë familjes, nuk është rastësisht. Ka qenë zgjedhje e imja kjo. Tipologjia e atyre që merren me pjesën e pastrimit është tjetër dhe profesioni babysitting është tjetër, do kriteret të tjera apo jo? Ne sjellim edhe kujdestarët të moshuarit që duhet të kenë patjetër certifikimet e duhura. Babysitting është sigurisht me certifikimet edhe me eksperiencën e duhur, me newborn baby ose ka raste që kanë mbi 4 fëmijë normal që është një rrok tjetër. Sa do të ishte paga mujore që do të merrte dikush për shembull që jeton 24 orë live-in me mua? 600 deri në 700 euro neto në muaj. Për 6 ditë të javës? Për 6 ditë të javës dhe 10 orë në ditë punë. Ti në Gjermani çon shqiptar të kualifikuar të gjitha llojeve të profesioneve. Profesione dhe shumë mirë të paguara në Shqipëri, mjek, fizioterapist, ekonomist, financier, inxhinier, programues, ekodus e kështu me radhë. Këtu në Shqipëri, cila fash e filipinezëve vjen? Nëse në Gjermani ne çojmë një numër më të madh të kualifikuar se sa të pakualifikuarish, në Shqipëri është e kundërta. Ne sjellim të pakualifikuar më shumë se sa të kualifikuar. Sigurisht që sjellim edhe mekanik, elektricist, arkitekt ose agent shitjesh për shembull, por 95% kandidatëve të mi janë të pakualifikuar, që do me thënë sanitar. Të kualifikuar në punën që bëjnë, po të pakualifikuar akademikisht. Me eksperiencë, por jo akademikisht, as me njohje diplome, pra ne kështu i kategorizojmë në gjuhën e rekrutimit, të kualifikuar ose të pakualifikuar. Dua vetëm të më thuash se si ata njerëz të cilët janë rritur në vende pak më të izoluara, në fshat, jo në qytet, se fshati është një natyrë krejt tjetër jetese, edhe mundësish punësimi, edhe shkollimi. Si a dole ti që në botën e madhe, në Gjermani, në një nga fuqitë mëdha të botës, ekonomike dhe sociale, t'ja dalësh dhe pastaj të mendosh vërtet si një global citizen, si një qytetare globale dhe të kesh bizneset e tua të shpërndara në gjithë botën. Çfarë do t'i thojë gjithë atyre njerëzve të cilët ndrojnë të bëhen më të mëdhenj dhe kanë vështirë të dalin nga Guacka dhe nga zona e komfortit, nga zona
Rehatis? Nuk jam i vetmi person që jam rritur në fshat dhe ka arritur një sukses, edhe vërtet dua vërtet që ata persona që mendojnë se janë rritur në fshat ose pa mundsi nuk ka rëndësi ndoshta në qytet, por në një familje të varfër për shembull, gjithmonë ta mbajnë shpresën tek vetja, të investojnë tek vetja sepse gjithmonë do ja dalin. Asnjëherë nuk jam mbështetur te dikush tjetër për të hedhur një hap. Ky ka qenë në çelësi i suksesit tim dhe biznesin tim të parë kam hapur 28 vjeç në Gjermani. Ishte një vend i panjohur, nuk është e thjeshtë të bësh biznes atje. Këtu jam në vendin tim brenda 24 orësh mund të zgjidh shumë gjëra. Dhe sot që kompania po bën 5 vite, mund të them që është konsoliduar aq mirë sa mua më jep komoditetin që të jetoj në Shqipëri apo në një shtet tjetër dhe puna ime të vazhdoj njësoj. Kështu mund t'i them që çdo i ri, qoftë ai në qytet apo në fshat, investo tek vetja. Vitet e para mos e ki fokusin tek paraja. Realisht e kam bërë këtë gjë Alketa. Nuk e kam patur fokusin tek paraja, e kam pat fokusin të bëja diçka që më jepte kënaqësi, diçka që mua më pëlqente dhe më tërhiqte dhe më motivonte. Do me thënë, kur ti e mat atë distancën e detit për të shkuar në bregun tjetër, je nga ata njerëz që thua unë nuk do dorëzohem, se po dorëzova do mbytem, kështu që përgatit njerë veten mentalisht edhe jep krave fort për të dalë në anën tjetër apo jo. Sepse po u dorëzove të gjithë në biznes kemi pësuar, besoj ulje dhe ngritje. Nuk ka biznes, mendoj unë, që nuk e pas një moment që thua dua ta lë. Sigurisht që ka pas disa momente të tilla, por në atë moment mua Zoti gjithmonë më ka dhënë një shtys ose njerëzit që kam pasur afër, edhe nuk e kam pranuar dorëzimin dhe kam filluar më fuqishëm se ajo që kam pësuar. E kam kaluar dallgën, e kemi kaluar shumë dallgë dhe do kalojmë ndoshta edhe të tjera, por rëndësi ka që mos të dorëzohemi, por të ecim gjithmonë e më shumë. Un kam plane të tjera, zgjerimin e rekrutimit ndërkombëtar normalisht që do ta vazhdoj. Po e them për e të parë që pika ime e radhës do t'jetë Dubai, është një nga pikat që ka më shumë emigrant të paktën nga Azia dhe normalisht unë duhet të fokusohem aty. Po do çesh dhe shqiptar besoj në Dubai? Shqiptar, në fakt kam patur kërkesa si barista për shembull ose bartender që të shkojnë në Dubai, edhe duaj që ta bëj si një deg të ndihmëse për 2 kompanitë e tjera. Pra nëse unë kam burim, se realisht kam agent dhe agjenci bashkëpunimi në Dubai dhe në gjithë Arabinë Saudite, unë duaj që kompania ime atje rekrutimi të jetë ajo burimi për të 2 kompanitë e tjera që kam në Gjermani dhe në Shqipëri dhe shpresoj të shkojmë mbar, jemi në proces të vizës. Faleminderit shumë për këtë ditë fantastike që kaluam bashkë. Faleminderit ju që erdhët deri këtu, edhe ishte kënaqësia ime të ndaja pak nga përditshmëria ime. To the next. Skuadra e Meet the Founder i përshëndet nga Düsseldorf. I kemi udhëtuar në orët e para të mëngjesit në këtë qytet për të takuar shqiptaren e suksesshme Joana Sita, e cila është themeluese e Remani GmbH, që është një nga kompanitë lider dhe pika e referimit për shumë shqiptarë të cilët duan të vinë drejt Gjermanisë për të punuar. Tregu i punës këtu është dinamik, por kjo kompani mbulon me të gjitha praktikat e saj çdo punësim në çdo profesion, në çdo qytet e skaj të Gjermanisë. Duke filluar nga viza, leja e qëndrimit, konvertimi i diplomës, gjua gjermane, gjetja e apartamentit dhe patjetër gjetja e kompanisë së duhur për profesionin që ju keni. Gjithçka e mbulon kjo kompani këtu, ku ne do të shohim edhe një pjesë të mirë të stafit shqiptar që dominon në fakt këtu, si dhe partneren gjermane të Joanës, me cilën bëjnë këtë biznes shumë të suksesshëm për të frymëzuar shumë të tjerë. E jani me mua, do bëjmë një tur në kompani tani. Remani, lexoj këtu, here klingen, po ne nuk I bjem zile se këtu
Më kanë thënë që stafi është më shumë shqiptar se gjerman, edhe shqiptarët të presin me zemrën hapur dhe me derën hapur, kështu që unë do futem tani pa trokitur dhe pa i rënziles fare. Guten Morgen. Mirë se u gjeta. Joanna, si je? Hi my darling, how are you? Nice to see you. Mirë se erdhët. Mirëseardhje të përzemërta. Shumë bukur. Po mos e ti përgjigjem, jam shumë e lumtur që jam këtu në gjermanisht. How can I say in German, I'm very happy that I'm here today? Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Nuk e them dot. Kam bërë 6 muaj në fakt gjermanisht shumë vite më parë. Këtu kemi muzeun e shqiptarëve që kanë ardhur edhe kanë gjetur zgjidhje. Changerat, sepse janë klientët tanë të parë që ne nuk do t'i harrojmë asnjëherë, ndryshe nga tani që është shtuar pak volumi, jo mos ju ngelet hatri, por në fakt nuk arrim dot që t'i mbajmë mend të gjithë. Të gjitha gocat që punojnë tek ne kanë kaluar nga rruga e parë e Remanit, kanë qenë klientët e parë, kanë bërë histori për ne, për mendjen tonë, për zemrën tonë. Tani vajzat shqiptare cilat janë këtu tani të mi prezantosh pak se kam kuriozitet të di. Motra. Motra e dashur, si e, më kanë thënë që ti bën punë të rëndësishme këtu menaxheriale. Si e Blerina? Mirë, si jeni ju? Si është të punosh me motrën mirë? Në fillim ka qenë pak e vështirë, ndryshimin që duhet të bëja. Nicolas, tell me a little bit more about the leadership of this Albanian wonderful lady we have here. Joanna, yes, and she's very professional. Mbas ti meet the founder, jeni gati që do bëhet nami dhe bum me kërkesa për njerëz që duan të mendojnë si global citizens? Ta krahasoj me podcastin në fakt, edhe sot, edhe pse ka një vit që ka kaluar, ende kam njerëz që më thonë kam parë tek Alketa, mund ta pohojnë edhe goca, ka ende klient që thonë kemi parë Joanën tek Alketa. Po tani që kanë parë dhe zyrat edhe vendin, do ta shikosh sa shumë pruri do ketë. Alketa, vërtet dua të të falenderoj që erdhe deri këtu, t'ju tregojmë që jemi realisht duke punuar edhe kemi një zyrë fizike që vërtet çdo njeri është i mirëpritur të vinë në zyrën tonë. Ne përcjellim dhe presim shumë njerëz gjatë ditës. Shikon, ne kemi sjell ndoshta një gur më shumë në murin e suksesit tënd, po dhe ti ama tek Meet the Founder, tek historia jon e këtij programi që unë e pëlqej kaq shumë, do frymëzosh kush disa shqiptar të tjerë të suksesshëm nëpër botë që punojnë midis Shqipërisë dhe botës. Duhet të jetë vërtet thjesht reale, thjesht ajo që ne bëjmë të tregohet sadopak, të përcillet sadopak. Do shkoj pak të zysha gjermanishte tani. Patjetër. Se kam nevojë të bëj pak praktik të gjuhës gjermane. Zysha gjermanishte si e? Mirë? Çfarë mbulon ti zysha gjermanishtes për shqiptarët që vinë këtu? Gjuhën e huaj? Po, departamentin e Remani School, kurset, shkolla. Tani më thuaj mua ti si duhet të themu në gjermanisht, sot është një ditë e mrekullueshme me diell. Heute ist eine wunderbar Tag. Es ist sonnig. Do ta shkruaj pak, do ta them gjermanisht tani këtë. Do ma shkruash pak zysha ti mua se unë ditë lexoj shumë mirë gjermanisht. Remani Private School është shkolla për gjuhën gjermane për gjithë ata që duan të integrohen në tregun e punës në Gjermani dhe gjëja e parë që duhet të bëjmë patjetër është gjuha e huaj, të mësojnë gjuhën e huaj. Heute ist eine wunderschöne Tag, die Sonne scheint. Mirë thash apo jo? Zupa. Zupa. Jam me Sofinë, e cila është partnerja gjermane e Joannës, punojnë të dyja prej shumë vitesh këtu në këtë zyrë të Düsseldorfit, edhe dua t'i pyes pak se si shkon ky partnership gjermano-shqiptar. How does it work, this Albanian-German partnership? I'm very curious to know. Yeah, in fact, very well. Joanna and me, we know each other now since 5 years, and believe me, it's not only a business relationship. Now it's really like a deep friendship and feels like family. So. In funny way, we say always she's my second husband. The part of the job that you cover the most here in the office, pjesa e punës që mbulon më tepër këtu në aktivitetet e përditshme të zyrës? So the most of the parts what is in my area are the bureaucratic German parts, so the visa, the job contracts for the people who come in Germany, commune, bank account, registration, apartment. So these are the main parts what I cover here in the... I would love to hear by your experience so far, a funny story with Albanians, a very difficult one that it was challenging for you, but you managed it well. And I don't know, a story of success maybe? Okay. The funny story, in fact, was in the first year of the company. We were searching cookers and pizza makers. There was one really friendly guy. He don't prepare any application. He sent 50 pictures from the food what he prepared, and he said, "Look, you can see by yourself. I'm a really good cooker." Okay, it's really nice, looks nice, but the taste I don't know from the pictures. Gjermania si është, jam kurioze të di Joanna, për të hapur një biznes? Domethënë nëse kemi të ndihmojmë shqiptarët, po
të gjithë ata që duan të hapin një biznes në Gjermani? Ne kemi një nga shërbimet e kompanisë në fakt, para 2 vitesh kemi filluar ta shtojmë në shërbime, siç kemi një diplomë gjithë kontrate, kemi edhe hapjen e një biznesi dhe suportin nga AJA tek SHEA të hapjes së një biznesi. Nëpërmjet faz vizës që ne aplikojmë, partneri i personit aplikues fillestar, pra e kuptojnë ata që aplikojnë te ne këtë gjë, është me të drejtën e të hapurit një biznes. Dhe menjëherë sapo ai vjen në Gjermani 24 orë mbasi vjen, ka të drejtë të hapi një biznes më njëherë. Në rastet tjera, për shembull siç kemi bërë biznes plan për një parukeri apo për një mobileri, ne fillojmë me shumë detaje. Ju realizoni edhe një biznes plan, Po, ne bëjmë biznes plane të mirëfillta dhe bëjmë suport deri në 6 muaj mbasi është hapur biznesi. Që do të thënë, bëjmë biznes plani, e dërgojmë në zyrën e emigracionit, kërkohet miratimi dhe më pas fillojmë burokracitë, regjistrimin në Hangres Regjistër, që është siç i themi ne ÇKB-ja, dhe pastaj fillojmë sistemin e taksave, fillojmë sistemin e kasës, burokracitë e regjistrimit dhe sigurojmë që ky biznes nuk do të shpalli falimentin deri në 6 muajt e ardhshëm. Sigurimin e punonjësve të tij edhe gjithçka që i duhet. Shqiptarët që vinë për të punuar këtu punojnë më shumë në bizneset e shqiptarëve apo dhe në biznese gjermane, në biznese ndërkombëtare? Si janë statistikat? Preferenca e klientëve është të punojnë në biznese gjermane. Nga asistente e motrës ekzekutive tani ke kaluar në një rol shumë të mirë menaxherial, sepse menaxhon dhe zyrën apo menaxhon dhe shitjet. Po. Nga asistente Gjoanës kam kaluar në menaxhere të shitjeve më tepër, por edhe pjesën e menaxhimit të stafit është okay, e bëj edhe ndihem shumë mirë. Është më thjesht punosh me shqiptarët apo me gjermanët? Se keni edhe shqiptarë dhe gjerman këtu në skuadër. Po, është shumë mirë të punosh me të dy në fakt, por gjermanët kanë ato ritmet e veta, ne jemi pak më vrak. Ne jemi vërtet më flak. Çfarë do kishte dëshirë që të mbetej në historinë e jetës tuaj? Një falënderim apo 2 fjalë zemre, nuk e di. Çfarë ke dëshirë të thuash? Unë nuk di si ta falenderoj Gjoanën për ato që ka bërë për mua dhe për familjen time, edhe për fëmijët e mi, sepse unë kam ardhur me një bebë, po tani jam me 2 çuna. Edhe nuk di çfarë të them, nuk e di, as faleminderit nuk i mjafton për ato që ka bërë për mua. Jam me Zakenën, e cila ka një histori të vështirë jetë, sepse djali i saj ka një problem shëndetësor dhe në rrethanat e vështira në cilat ndodhej me të vërtet Gjoana me Remani u bën një lloj varkë shpëtimi për të lehtësuar pak problemin edhe sfidën. Komplet rastësisht njoha Gjoanën në Instagram. Në atë moment kontaktova me njërën nga vajzat që sot është kolegja ime dhe ajo më bëri të mundur direkt kontaktin me Gjoanën, pasi i kishte treguar historinë. Gjoana ishte prekur dhe më mori që në momentin e parë vetë përsipër, ndoshta ndryshe nga shumë klientë të tjerë që kanë qenë në kontakt me vajzat e skuadrës, unë kam qenë një kliente direkt e lidhur me shefen. Dhe mirënjohja ime për të është shumë e rëndësishme, ashtu siç është situata ime për mua shumë e rëndësishme. E vlerësoj shumë sepse ajo kuptoi një nën duke mos qenë vetë nën. Kuptoi dhimbjen e një nëne, por në moment që ajo vetë nuk ishte një nën. Departamenti i Remani School u hap vetëm që Gjoana të ishte një mbështetje në çdo hap i imi, sepse kjo kompani është një kompani ndërmjetësimi dhe shumë mirë ose shumë më lehtë do ishte për Gjoanën të më ofronte një kontratë pune diku në një kopësh, në një shkollë, por ajo nuk zgjodhi kështu, zgjodhi që të më kishte gjithkohën pranë dhe të ishte gjithmonë një mbështetje shumë e madhe për mua. Mbështeti më supportoi pa pritur asgjë në këmbim nga unë. Kjo e bën një lider të jashtëzakonshëm, kur ka zemër, jo vetëm llogaritse. Po, jam me fat që jam pjesë e Remani dhe e Remani School. Sa e lumtur jam që skuadra e Meet the Founder ka ardhur në Gjermani, në Düsseldorf, aty ku kam bazën, sepse zemrën e kam në Shqipëri, por Alketa Vejsil ka ardhur më në fund në Gjermani, edhe për të treguar në fakt daily life këtu, edhe të gjithë jetën edhe biznesin, por edhe jetën personale. Sigurisht dhe jam shumë e lumtur që gjithë skuadra e Meet the Founder ndodhet këtu me mua në Gjermani. Sa metra jemi? Po qenë sushi ty? Shumë vdes. E po, në vendin më të mirë do hash sushit. Do kënaqemi me sushi, do të thënë, we have to go, let's go. Janë gjerman këtu, duhet të kapim orarin se të lënë pa bukta. Hi.
që nga kështu si old boat ajo aty, no? Madam. Një e kripur, një e ëmbël. Një frystik i thonë mëngjesi. Ku jemi tu tani neve? Jemi në qendër të Düsseldorfit. Kjo quhet Jemi në zonën e Königsallee. Kjo si quhet Breuningen. Breuningen është qendra tregtare e brendeve. Sa bukur lulet. Ua, sa bukur që ka lulet këtu. Ku janë lulet e qëllnit? Ku janë lulet? Aty janë lulet? Ua, sa të bukura. Këndoj një të këngën qingji i vogël, rime ndushëm. Beba. Këndoj. Pse më rinë ashtu trishtushëm, bebe, ba. Eja, bashkënarë, tring, tring, tring. Të premtova do të gatuaj. Do gatuaj se s'bën sot. Do të ndihmojmë pak se kam shumë që të gatuajmë. Do uleni ty që rasin siç e do zakoni? Po, me shumë kënaqësi. Me një gotë t'ju urojmë. Të lumë goja. Duhet një gotë. Janë dashuri. Lule kudo, edhe në Tragjas dhe në Düsseldorf, lulet na ndoqën, ëh? Edhe pse kam shumë vite me Dori në fakt, Dori e ka shumë qejf që çdo natë që vjen në shtëpi më sjell një lule, edhe sikur ato lulet e borës aty nga kati i parë, diçka e sjell. Edhe janë gjitha lulet që i ka bler Dori në fakt. Bravo Dori, Dori bravo. Cilat janë ritualet e jetës tënde këtu në Gjermani? Do të mbaron punën në orën 5, se kështu e keni ju me ligj në 5 duhet apo ti punon? Ban mend çat kam thënë në Tiranë ose jo në Palas kemi qenë duke që thash jam njëri tjetër në Gjermani dhe njëri tjetër në Shqipëri. Këtu nuk rrite në orën 5 në punë, kaloj më shumë kohë në shtëpi se sa në zyrë. Edhe mundohem që shpeshherë të mbaroj të punët me telefonata, fal zotit e kam ndërtuar të tillë që edhe nga shtëpia mund të mbaroj goxha punë. Aty tek dhoma ime kam ndërtuar një mini zyrë kur dua privatësi për telefonata ose Zoom meeting, futem tek dhoma ime dhe i kryej. Dhe në mëngjes pi një kafe turke me Dori në shtëpi. Kush e bën kafen? Dori. Dori e bën. Bravo Dori. Ka ndonjë gjë që merr nga Shqipëria e paketon dhe e sjell në Gjermani? Po, birra ime është nga Korça, Alketa, dhe po ta hapësh atë cirtarin aty i kam të gjithë recelerat e Korçës. Kush do i haj gjitha këto me mami se do shëndoshim. Haj birri nëse ti ka bër birra me dashuri. Dhe po e pa këtë videon do qeshi se kështu i kam thënë vërtet. Po jeta. Ti do vëmendje, më shi si do vëmendje ai tani. Ja kemi marrë maman gjithë ditën. Si je? Hej Kaj, si je? Unë jam Alketa, jam shoqja jote. Është më i madh se ty zemër. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë. Shtëpia jonë plot me ngrohtësi. Po, plotëri në fakt. Bën ndonjë sport këtu të del koha se ke fantastike kështu kontaktin me natyrën, pozicionin e shtëpisë. Unë kam gjetur rehat me yoga. Me një private teacher yoga.
shkoj me shumë qef, por nuk është yoga si ato që e konceptoja unë që është ai relaksi. Unë bëj yoga me vërtet, gjithë trupi më dhem kur vin në shtëpi. Edhe kam gjetur shumë rahat me jogën. Shpesh herë kam provuar edhe vrapin, dal në natyrë me kajnë çdo ditë, bëj me ecje, por këtu në lagje domethënë. Por sport bëj jogën, nëse mund të quhet sport, sepse dhe më ndihmon shumë për të shkarkuar të gjithë energjinë negative që marr ndonjëherë nga puna. Edhe më ka ndikuar edhe tek gjendja ime shpirtërore, por edhe tek shëndeti dhe tek stretching, të gjitha. Edhe me yoga jam shumë e kënaqur. Kur dikush të mërzit edhe të komenton, sepse konkurenca edhe rritja dhe suksesi kanë një çmim i cili shoqëron famën edhe suksesin. Ti si reagon? Ballafaqohesh, mërzitesh, si e përballon tani pas ditë viteve eksperiencë? Nuk reagoj, sepse unë nuk jetoj për kontent. Nëse unë kam kontent për të tjerët, është okej, gjithmonë ka ekzistuar, gjithmonë do ekzistoj, edhe nuk ja jap kënaqësinë që sepse i bie në të njëjtin nivel, Alketa, edhe nuk e kam bërë asnjëherë në fakt. Unë gjitha profilet e mia i kam private përveç të bizneseve, edhe njerëz si ju që më njohin nga afër janë sot në shtëpinë time, e kanë vlerësuar këtë. Kështu që mjafton. Në botën e luftës së madhe kibernetike, neve jemi të gjithë ekspozuar dhe të pambrojtur në një kuptim se në momentin që profilet janë publike, siç janë profilet e kompanive, ka dhe shumë njerëz të cilët janë bashkëpunëtorë të pakënaqur ose njerëz të cilët mendojnë që nuk kanë marrë shërbimin e merituar apo ish punonjës që largohen për një motiv apo tjetër. Je ballafaquar ndonjëherë me këtë situatë? Po, jam ballafaquar edhe vazhdoj të ballafaqem dhe do ekzistoj gjithmonë për sa kohë unë jam në rritje dhe nuk jam as në konstante dhe as në zbritje. Kjo është treguar me kohën edhe janë disa njerëz që bëhen keq për suksesin tënd, sigurisht që do ekzistoj, edhe nuk kam çfarë të bëj me të drejtën për sa kohë secili vjell vreri nëpërmjet një akaunti jo real në rrjetet sociale, edhe le ta bëj, nuk më intereson fare të them të drejtën. Ka diçka të hidhur që të shton adresën tënde dhe që të ka mërzitur, që s'është merituar dhe Po, vetëm se më ka ardhur shumë mirë që njerëzit që kanë bashkëpunuar me mua e kanë kuptuar që kush është, si është dhe pse është, sepse më njohin edhe mua. Nëse një njeri tjetër pastaj nuk më njeh, ka kohë, do ta njohi Xhanën, do bashkëpunoj një ditë, do t'i kryqëzoj rrugët, edhe ata njerëz që mua më njohin janë shumë të kënaqur për mënyrën shpirtërore edhe mënyrën empatike se si unë punoj me njerëzit, edhe nuk kam kohë që të merrem me jetën e të tjerëve, Alketa, e kam shumë të plotësuar jetën time, sinqerisht edhe fal Zotit. Ka shumë njerëz që unë i quaj ghosts, ata ghosts të online-it, fantazmat, ata që janë me profile fake dhe na komentojnë dhe na sillin përpara portretit gjithçka që ne nuk duam të lexojmë. Kur këto janë të vërtetë dakord, jemi të prirë gjithë dalim për Zotin dhe të mbrojmë apo të justifikojmë apo të japim përgjigjet tona, po kur janë të padrejta, lëndohemi nga pak, nuk e di se si e përjeton ti këtë. Nësa i ballafaquar me ndonjë rast ngjashëm. A ka fantazma nga ata që bëjnë ghosting edhe çfarë nuk shkojnë aty? Shumë të rrallë, mos them vetëm një. Edhe si nuk u lodh, domethënë, por gjithsesi unë e menaxhoj në këtë mënyrë, duke mendoj që e din të gjithë që unë jetoj në shtetin gjerman. Nëse kam një problematik në shtetin gjerman, le të ballafaqohem me shtetin gjerman. Nëse kam gabuar diku shteti gjerman, të le të gabosh, diku do ta psoj edhe unë, edhe për sa kohë jam femër në biznes, edhe jam familjare, jam nënë e një fëmije, edhe marr guximin të dal në publik edhe të tregoj rreth bizneseve të mia dhe jo content edhe tragjedi të daily life thjesht për disa klikime, pra nuk e kam bërë kur që për disa klikime apo fitime online, unë të tregoj jetën time personale ose të bëj viktimizime të tepruara për mendimin tim, vetëm që t'jem në qendër të vëmendjes. Unë s'ka nevojë t'jem ashtu në qendër të vëmendjes. Unë jam me një punë shumë të mirë dhe me biznese shumë të mirë në Gjermani që, e kam ngritur, e kam me partneritet, ose unë ose dikush tjetër ka gabuar ose do gabojmë, nuk e di. Po në Shqipëri, që kam ngritur një biznes mendoj të suksesshëm, që shumë njerëz që janë personazhe të njohur, politikan, biznese shumë të njohura bashkëpunojnë me mua. Nëse unë do gaboja me ta, ata kanë fuqi më të madhe se sa unë, që të ma grisin maskën. Edhe për sa kohë unë e marr këtë guxim, unë jam burnesh, Alketa. Shenja Luani jam në horoskop, nga Vlora jam, mjafton që t'i bëj ballë çdo gjë dhe nuk më trem fare kjo gjë, edhe jam komplet e palëkundur në këtë gjë, vazhdoj
në rrugën time të drejtë, besoj shumë tek drejtësia, besoj shumë te meritokracia, prandaj kam zgjedhur shtetin gjerman që të jetoj, ku njerëzit më thonë ç'a të pëlqen, atje është ftohtë, atje vrapon. Jo, fal Zotit, jo për mendje madhësi, po unë nuk vrapoj këtu. Unë këtu kam mëngjeset e ngadalta, shijoj. Unë nuk mund të them që e kam jetën time vaj, ama punoj shumë për mirëqenien e familjes time dhe të gjitha atyre gjërave që kam dëshirë unë të bëj. Çfarë më dërgove në Instagram një shprehje të bukur? Ta shikojmë pak. Sa bukur, ë? She's so lucky, Viz, no, she worked for it. Nuk është me fat, ajo punoi për të. Po e bëj post. We don't have silver, don't wear gold rings, but love is stitched in the simplest things. Through every storm and every mile, you held our hands, you made us smile. E pra ka qenë një rrugtim fantastik ai që kemi bërë së bashku me Joanën në Tragjaz, vendlindjen e saj afër Vlorës, në një fshat vërtet të bukur me tradita ku ishte familja e saj, rënjët, nëna dhe babai që të përlotur e përcollën dikur drejt Gjermanisë, po sot janë krenar sa herë që ajo kthehet në shtëpinë ku kaloi fëmirin, vitet e para jetës, të mbrutura me shumë dashuri. Pastaj shkuam në jug të Shqipërisë, atje ku ajo ka investuar rezidencën e saj të re, që e ka si zyrë me pamje nga deti, një biznes në ekspansion, në rritje, por që në fakt bazën e ka këtu ku ndodhemi tani, në Düsseldorf, në Gjermani, ku një vajzë me ëndra e filloi vërtet nga zero, për të rritur me shumë kate, edhe për të mbritur nuk e dim se sa shumë, edhe se ku do të shkojë. Kemi ardhur në Real Recruitment Albania, këtu në zemër të bllokut në kryeqytet në Tiranë. Joana Sita me siguri ka bërë hartën e botës tu se do ta pushtoj dhe do të vër pin location në disa vende. Kjo është zyra që rekruton punonjës të kualifikuar dhe të pakualifikuar nga Azia për tregun shqiptar të punës. Në podcastin Inspire, Joana do të më thoshte nëse nuk do të shikosh portofolin, nuk duhet të shikosh orën. Por në fakt si slogan këtu përpara zyrës së saj ka zgjedhur këtë shprehje: choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Pra zgjidh një punë që ti dashuron dhe do të duket sikur s'ke nevojë të punosh asnjë ditë jetës tënde. Konfucius. Se në fakt kur bën punën që do, ti nuk ndjen lodhja. Po sa bukur Joana, sa bukur që është bërë kjo zyrë. Më e bukur se Gjermanisë. CEO me vizion global dhe zemër shqiptare, ndërtoi ura, jo thjesht kompani, nuk ndjek rrugën, e krijoi vet. Ti e ke thënë. Faktë, ka qenë një ditë që e kam postuar në Instagramin tim personal dhe arkitektët që krijuan këtë zyrë, me gjithë idetë e tyre që dhanë inovative, më thanë Joana, ne duam të vendosim diçka tek zyra jote. I thash, çfarë? Kemi parë te Instagrami jot personal një shprehje, tha e ke shkruajt vetë? I thash, po, një ditë e bloku im. Dhe ashtu edhe e kisha postuar. E morëm edhe e vendosën tek zyra ime dhe unë e kam parë mbasi ka përfunduar e gjithë kjo. Ne dalim në fillim e kam bërë me pin këtë, sepse nga dita që unë kam bërë këtë podcast Alketa, më lejo vërtet ta them, edhe publikisht se okay, ta kam shprehur minjojën time për suportin që ke bërë ndaj meje. Unë çdo ditë edhe sot, sepse ka ngaluar gati një vit e gjysmë nga ky podcast, mua të vetmit njerëz që më njohin në publik më njohin prej podcastit, se nuk kisha bërë asnjë dalje publike më parë. Tani do bësh pin Meet the Founderin këtu. Tani do bëjmë Meet the Founder. Çfarë mendon që do të marrësh si mbres mbasi të shohësh këtë episod të plot të gjithë rrugtimet që kemi bërë nga Tragjasi në Palas, nga Palasa në Düsseldorf, nga Düsseldorfi në Jo, ishte një zonë atje ku ishin zyrat? Në Wuppertal. Dhe tani jemi në zemër të kryeqytetit. Po. Kush është next? Stacioni tjetër i radhës, cili do jetë? Unë jam duke krijuar një brand timin për matcha bar edhe pilates dhe mendoj që do të ndikoj në lifestyle-in që do ndihmonte shumë vajza, sepse matcha është një produkt që ndihmon në organizmin, në shëndetin, në lifestyle-in, edhe këtë jam duke krijuar.
Joana thotë që nuk jam zyra e punës dhe emigracionit, ndërsa unë dua t'ju përshëndes në fund të këtij episodi, duke ju thënë përshëndetje nga Ministria e Re e Punësimit dhe Emigracionit. Të uroj shumë suksese vetëm në majat e larta profesionale dhe lumturie të qëndrosh. Edhe the end, por show must go on, do takojmë me siguri në një episod tjetër. Ndoshta mbas 5 vjetësh, ndoshta më shpejt, se Joana si ta gjithmonë na befason. Suksese dhe urimet më të mira nga zemra. Të kam zemër. Faleminderit.